Nata e 4 e audicioneve të fshehura fillon me 2 vajza simpatike, Ledian dhe Jonidën. E para synon me çdo kusht ekranin, e dyta vjen me një kuror bukurie. Sot ato kanë një tjetër sfidë, këtë herë vetëm me zërin. E para është Ledia. Ledia Babasuli, jam 20 vjeç dhe vi nga Tirana. Paralelisht me këngën më pëlqen të shkruaj, të lexoj, të prezantoj, gjithashtu më pëlqen dhe bota e kafshëve. Top Channel për mua nuk është i panjohur, pasi ka marrë pjesë në disa aktivitete të ndryshme, në disa programe të ndryshme. Kjo tregon dhe dëshirën time për të bërë një moderatore. Vi në The Voice për të provuar një sfidë të re për veten time dhe gjithashtu për të krijuar një mundësi sa më të mirë për të ardhmen. Kur mora lajmin që isha pranuar, nuk po e besoja dhe aq më tepër tani që jam këtu para konkurimit, akoma nuk po e besoj. Making my way downtown, walking fast, faces past and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way, make it away through the crowd. And I need you, and I miss you. And now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause you know I walk 1,000 miles if I can just say you. I could fall into the sky. Do you think time will pass me by? 'Cause you know I walk 1,000 miles if I can just say you tonight. Përshëndetje, si quhesh? Ledia. Ke shumë emocione. Po. Ti je shumë melodioze. Mendoj që edhe ky material ndoshta të përshtatej, por prap nuk të mbush emocionalisht. Dhe kjo do të thotë shumë. Pastaj pasiguria bën vetën. Nuk e di, në e mbështesni mendimin tim. Në pjesën e parë inekzistente. Pjesën e parë Ishe shumë recitative. Po, pastaj refreni një farë mënyrë nuk arrin të kuptohet mirë melodia, jo se ti se ketë pa qartë, por nuk ke aftësinë për ta shtjellu sepse të mungon veshi melodik. Fatkeqësisht. Apo ashtu duket. Faleminderit që erdhe. Faleminderit. Pse? Po ti, beson ato që thanë ata apo jo? Më mbuluan emocionet, nuk po më dridhesh e zëri dhe kur isha aty duke u dridhur e tëra. Sa rritet ti përballoje dot, ha? Jo. Se unë jam i bindur që ti nuk këndon ashtu siç këndova aty, këndon shumë në mirë. prova kam qenë gjatë gjithë kohës. Okej, kur bëja në shtëpi, isha shumë në rregull. Do që thosh para gocën se shu u trëm kjo që po qanti tani.